Madje, Azeminja nuk pajtohet me faktin që vajzat sot dalin e shëtisin me djemt, të cilët janë vetëm në lidhje, pa fejes ose pa martesë. Ato pedin vetë, mirë bashkëm dhe këtë bile. Mo do që edhe pa feju heqë, shkuen që atje rine, vine, ato s'ma kona heqë bile ashtu. Ku me di që ma mirë është me di, kur të di është del. Pa u feju ty, bes po ma mërmenja, së di tash po din ma mirë, në ashtë dim kur gjopë, ty beja. Ma shtruhen. Allah edhe qikat edhe djelët ma shtruhen. E shuhen që atë se din çfarë familje kanë. Edhe shkujnë trup, kur shkujnë e shuhen të nej. Aty një herë kanë vetë. E pa vetë heqa ja s'din. Që aty veç e shenë. E se di çfarë familje ka, çfarë shpia, çfarë. A o që ashtu? Madje, ajo nuk pajtohet me veshje që sot kanë bashkëmoshatarët e saj. Shuj, maj, po qka po mosh me mje po njajtë. Jam plok të ashtë që këtë në herë gjithë e moj në kule. Ja, s'kom vesh korfë një ka. Lak por që më zdua. Që më zdua korë. Që ashtë të vallohi, tjetër u konë atërë. Tjetër. Vënë me ka zdua bilet. E në fond, Azeminja ka një mesazh për të gjithë rinin dhe vajzat të djemtë. Wallahi po, mësu mashtërni, duhet me mësues, duhet me moj telefonin dërë. Ma miro me mësues se me moj telefonin. E zullum i ban kres edhe veti, që i vesh rrinë që aty, edhe ka dije ma mirë, i që ato mësa mas mirë tjo. Mësa e kry fakultetin, shkon dykon hin pun të mirë, si zuj, vjen, blen kërë, enësh mas mirë tjo. Shuflok, i kësha thonë, mos të mashtërni. Se s'ban, se gjëna, mashtërve të raja, e nuk ban. Pasha zëtin që flok. Duhet më mashtërua, duhet me mësua, duhet me punua, duhet me respektua, nonën, babën e krejt duhet. Asoj duhet me bozëllu, morë, të merë të bjenë shpe. Allahi duhet me menu krejt pe i vetit. Qashtu duhet. Pasha zëtin po i shola, veç në të rëmë të mirë. E nu të harit. Veç në hajri sholla shkujnë, pasha zëtin lutna. O, vallahi për veti lutna, për thmit mi edhe thëmë, Allah rujtë kajtë janë të nonave. I sholla kajtë zëti i runë, edhe në hajri që në kajtë, nu të harit që ja, përse qka s'po bëhet bre.